Fermerët në vend duhet të bëhen gati për t'u përshtatur me standardet e Bashkimit Evropian. Gjatë një takimi në Diber, kryeministri Edi Rama lajmëroi se në Shqipëri do të rikthehen kooperativat, por jo ato të kohës së diktaturës. Por si kooperativat e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian funksionon me kooperativa, por ndryshe nga kooperativat e komunizmit, në kooperativat e Bashkimit Evropian, secili prodhon më vete dhe të gjithë shesin bashkë. Ka që thjesht është kjo punë. Fermerëve, kreu i qeverisë u la porosi të përgatiten për kërkesat e Unionit. Pasi sipas tij, Brukseli zyrtar nuk toleron kur bëhet fjalë për produktet ushqimore. Dhe siç kemi kaluar nga thertoret tek kthesa Kamzës, nga shportat dhe nga tezgat në rrugët e Shqipërisë që ishin si korridore me molle me qep, tek niveli tjetër, tani duhet kalojmë në nivel tjetër. Është e domosdoshme. Një paralajmërim e kishte edhe për kryebashkiakët, të cilët nuk do të rikandidojnë nëse nuk plotësojnë normën e kërkuar për paketën e maleve. 10 agroturizma dhe 3 shoqëri të bashkuara, as mos hajdeni fare të pretendoni të kandidoni më, sepse bashkitë nuk janë vetëm shtro rrugë, vër drita, pastro plera. Këtë të shtunë, kreu i qeverisë vijoi turin e quajtur Punët për Shqipërinë. Takime me sipërmarrësi dhe qytetarët do të zhvillohen në çdo zonë të vendit.